Zoti dhe profeti i tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në kanë paralajmëruar për dy gjëra. Na kanë treguar natyrën e kësaj dynjaje dhe na kanë treguar natyrën e njeriut, pra secili prej nesh kur jemi në jetën e kësaj dynjaje. Vetë Allahu xhallashanu thot për jetën e dynjas, jeta e kësaj bote, jeta e kësaj dynjaje nuk është gjë tjetër veç se një lojë, veç se një argëtim, veç se një zbukurim, krenari dhe shitje men përpara njëri tjetrit dhe garë se kush e kush ka më shumë pasuri e kush ka më shumë fëmijë. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruante dynjan thoshte: "Dunya hulwatun khadira", dunjaja është ëmbël, dunjaja është jeshile, gjelbërt, joshse, tërheqëse për njeriu. Kini kujdes se Zoti ju ka vendosur juve në jetën e dynjas dhe shikon Zoti se çfarë do të veproni në të. Prandaj ruhuni nga sprova e dynjas, o njerëz. Ndërsa sa i përket natyrës njerëzore, na tregon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se njeriu është krijuar i tillë që nëse do t'i jepej atij një lugin me flori, ai do të kërkonte edhe një të dytë, e nëse do t'i jepej një e dytë, ai do të kërkonte edhe një të tretë, dhe pastaj thot profeti alayhi salam, syrin dhe gojën e njeriut nuk e mbush asgjë tjetër përveç se dheu i varrit.